Tregu i veturave në zonën industriale në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë edhe në këtë të diel ishte përplot shitës e blerës, por edhe vizitor kurreshtar. Këto ditvere tregun e veturave e bëjnë më të pasur, por edhe më të vizituar bashkëdhetarët tanë, të cilët ekspozojnë lloje të ndryshme të veturave, shumica të jetë luksoze. Këmë në një smim shumë të vëlletshëm. Vetë sa ku marë atje me mujtë me nxirë porët e mija, për s'ja vlen, me marë kërë falen me nëhenë me pru këtë, i kanë bë akcizat qeveria, s'ja vlen, s'ka kush e blenë ma, se s'ka pare. Vrejtje të njëjta kanë edhe tregtarët të tjerë, ndërsa i shqetëson gjendja, siç thonë, e hapësirës së parregulluar në këtë treg, ndonse për ekspozimin e veturës ata paguajnë nga 4 euro. Këtu kur dilë që i bën 2 orë, ti dilë shpi tregit. Që ki zallë, plumën. Parë ti marrin. Asin ndërse kërkujna. Mund vjen shumë keq për këta njerëz të që jeton, se çdo njeri ne pagum, po do të thënë hymjen. Edhe këtu është siç po shifet, është katastrofë. Këtu do të më bë çregjistrim, do të më bë homologim, do të më shku mbrapa. Ka shumë procedura që janë të pakuptimshme për neve. Tregtarët e veturave ankohen se nuk kanë shumë leverdi me këtë biznes. Laverdia është pak e vogël, po për mos me najtë është më mirë bile të fitojmë 100 ose 200 euro, më shumë nuk mujna me fitu. Se është i vështirë tregu, nuk ka njerëz po. Lidhur me çmimin e veturave, kryesisht të interesuarit për blerje kanë vlerësime të ndryshme. Ma shrajtë se në Angli. Kompensatorish. Edhe pse njihet si tregu i veturave, në hapësirat e tij qytetarët nga e gjithë Kosova dhe rajoni ekspozojnë mallra nga më të ndryshmet.